më falë që pak po flasë në aspektin profesional, është deklarat aq skandaloze, so që unë po dyshoj që është deklarat e prodhume nga ndonjë medium për klikime, e para. E dyta, në qësë është e vërtet, ka ken një kohë, e ka pas bo këni gafë të madhe, dhe unë e kum pas mbrojt publikisht, bilim ka në rrugë me një shok shumë në gushtë, deputet me Gani Kucin, puna e këtina. Apo kuptan, tash, po e thamë sonte, në qësë është e vërtet, kjo deklarat është shumë marre. Është qaq marre, sot që kjo t'jep me kuptu që pjesa dermuse e futbolistav e kanë trunën kam, do boksera e kanë trunën grosht, në boks. Kë mas mire është këmës me pas full heq, nuk ka pos, përderi sa e kanë pagu bajagisht kolegët e ti Shqiponjen, edhe kanë sakrifiku, edhe në fundit, edhe një komiker shuminior Amerikan, që kum dëgju gjonë më të mirë, ja boni do sërdve atje në salë. Pse ta ju reagoni kur shqiptarët e bojnë këtë Shqipunjen? Ajo një sërdbe tha, po është simbol nacionalist. Tha, pse ju tha specit në një ata me bo kështu? Ju sërdë si surra tha me flutëru. Apo kuptan, unë mendoj që FIFA, po ban gabim jashtëzakonisht të madh, pse e ka denu këtë simbolin e Shqiponjes. Nuk është kur farë simbolin nacionalist. A më me thonë kjo unë e kësha ndalu, po më duket reagim shumë foshnjor, unë e një familjarisht, janë një babën. Po, zëtër Zeka, kjo deklaratë është bërë sot për RSI Sport, një media ku Valen Berami është i regullë si analist gjatë kampionatit botëror. Pra, është deklaratë e vërtetë, është edhe vetë media ka shpërnda, ku është analist e ka shpërnda këtë deklarat, ku ka marrë shumë reagime nga shqiptarët gjithandej. Po, me shumë drejt, zdi shqiptarët, po mu për veten time po më shokan kjo deklarat. Është shumë e pameqme në vend që ky si analist me thonë që kur gjatë keqe nuk ka përshëndetja me Shqiponjë, apo kuptan me bon një deklarat të tillë, po më duket ligësi shumë e madhe. Farok,